Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama javore. Kjo javë për ju nuk fillon jashtë, fillon brenda kokës suaj. Mendimet nuk janë thjesht reflektim, janë një hapësirë ku ju po jetoni më shumë se sa në realitet. Ka një fokus të fortë tek një situatë, tek një person, tek një mundësi. Mendja juaj kthehet vazhdimisht aty, sikur po përpiqet të gjejë një përgjigje që ende nuk është dhënë. Por thelbi këtu është, ju tashmë e ndjeni të vërtetën, thjesht po përpiqeni ta formuloni, dhe kjo gjendje nuk mund të zgjasë pafund, sepse vjen ndryshimi. Ky ndryshim nuk vjen si surprizë, ai është ndërtuar nga të gjitha këto mendime, është si një pikë ku thoni mjaft e analizova, tani duhet të lëviz diçka. Por kjo lëvizje nuk është domosdoshmërisht e rehatshme. Është një dalje nga një gjendje ku sado e paqartë ju ishte bërë e njohur. Me kartën mesazhi nuk është rastësi. Ai vjen pikërisht në kohën kur ju jeni gati ta kuptoni. Mund të jetë një komunikim direkt, një shenjë apo edhe një fjali që ju godet më shumë se ç'duhet. Është si një klik që thotë, ja, kjo është ajo që po kërkoje. Por ky klik nuk ju jep menjëherë qetësi. Përkundrazi, ju çon drejt një përballjeje më të madhe me kartën e gjykimit ose vendimi. Këtu nuk ka më vend për iluzione. Ju duhet të jeni brutalisht të ndershëm me veten tuaj. Çfarë është e drejtë për ju? Çfarë po mbani vetëm nga frika ose zakoni? Kjo është një peshore që nuk mashtrohet dhe ju e ndjeni këtë. Më pas vjen ajo faza më delikate, pritja. Ju jeni në një prag, keni kuptuar shumë, por ende nuk keni parë rezultatin. Kjo është faza ku mendja juaj fillon të krijojë skenar. Po sikur të ndodh kështu, po sikur të ndodh ashtu. Kjo është një pritje që ju konsumon pak nga pak, sepse e dini që diçka e madhe po afrohet. Dhe pastaj ndodh kthesa me kartën pasuri e papritur. Pasuri e papritur hyn si një shpërthim energjie. Është një hapje që nuk e kontrolloni plotësisht, që mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, për disa mund të shfaqet si një mundësi, kjo pasuri e papritur, për disa mund të shfaqet si një përfitim, për disa mund të shfaqet si një zhvillim që ju nxjerr nga ajo gjendje pezulli ku ishit. Por ajo që është interesante këtu është se kjo pasuri vjen pasi ju keni kaluar përmes të vërtetës. Nuk është rastësi, pra është një përgjigje. Dhe në fund, gjithçka kristalizohet me kartën e gjykimit. Ky nuk është më një proces, është një përfundim. Ju nuk jeni më ai personi që filloi me mendimet dhe ju tashmë e dini çfarë doni, çfarë nuk funksionon dhe çfarë duhet të bëni, pra nuk ka më kthim pas në paqartësi. Dhe tani thelbi i gjithë kësaj është uria. Kjo nuk është një dëshirë e lehtë. Kjo është një shtysë e brendshme që nuk ju lë të qetë derisa të merrni atë që ndjeni se ju mungon, se është e juaja, se ju përket. Është ajo ndjesi që thotë unë dua më shumë dhe nuk mund të bëj sikur jam I apo e kënaqur me më pak. Por këtu është pika e rëndësishme. Kjo uri mund t'ju çojë drejt përmbushjes, ose mund t'ju bëj të nxitoheni dhe të kapeni pas gjërave të gabuara. Pra, ju jeni në një proces ku mendja, ndjenja dhe realiteti po përplasen për të krijuar një të vërtetë të re. Mos e injoroni atë që po mendoni vazhdimisht, pra, sepse aty është thelbi. Por mos u mbytni në mendime sepse përgjigja vjen vetëm kur veproni.
Kur të vi momenti i vendimit, mos zgjidhni atë që ju qetëson për momentin. Zgjidhni atë që ushqen urinë tuaj në mënyrë të vërtetë dhe të shëndetshme, sepse kjo nuk është një javë për kompromis të vogël. Kjo është një javë ku ju përcaktoni sa shumë jeni gati të kërkoni nga jeta. Paçim.